Ujori. Dashuria. Për ujorin origjinal, nëntori shënon një kohë autenticiteti në ndjenja. Në marrëdhëniet e dashurisë, fjala kyçe për ujorin është liria për të qenë vetvetja. Nëse jeni në një lidhje, do ta surprizoni partnerin tuaj duke shfaqur anët paksa të çuditshme të vetes ose ide të pazakonta që më parë i keni mbajtur në dollap. Ndarja e ëndrave dhe idealeve tuaja më të egra me të dashurin tuaj do ta forcojë lidhjen tuaj. Do të zbuloni mënyra të reja për të argëtuar së bashku, ndoshta duke provuar një hobi të pazakontë ose duke u angazhuar në një kauzë shoqërore krah për krah. Nëse jeni beqar, aura juaj e pavarur dhe miqësore do të jetë magnetike. Mund të takoni dikë në një mjedis miqësor ose në një ngjarje të lidhur me interesa humanitare ose kulturore. Tërheqja do të lindë para së gjithash nga një lidhje mendore dhe vlera të përbashkëta. Sa të gatshëm jeni të tregoni cenueshmërinë tuaj ndaj dikujt që ju pëlqen vërtet? Shëndeti. Mirëqenia juaj lulëzon këtë muaj kur kultivoni një mendje të hapur dhe marrëdhënie pozitive. Ju jeni një shenjë ajri, ujori, dhe për të ndjerë mirë, duhet të ndiheni të lirë dhe të stimuluar mendërisht. Në nëntor, mund të ndjeni nevojën për të thyer rutinën dhe për të futur disa gjëra të reja në stilin tuaj të jetesës. Ndoshta provoni një klasë argëtuese në grup, si vallëzimi modern, yoga në grup ose një sport i ri në ekip, që kombinon aktivitetin fizik dhe socializimin. Nuk ju mungon vitaliteti, por sigurohuni që të mos e neglizhoni pushimin. Ndonjëherë mendja juaj është aq e mbushur me ide sa që keni vështirësi të shkputeni në mbrëmje. Krijimi një rituali relaksues para gjumit, si leximi i disa faqeve të një libri frymëzues ose bërja e ushtrimeve të frymëmarrjes, do t'ju ndihmojë të qetësoni mendimet tuaja. Në frontin emocional, kalimi i kohës me njerëz tek të cilët mund të mbështeteni është lehtësimi më i mirë i stresit. Një bisedë e përzemërt me një mik ose një seancë qeshjeje në shoqëri të mirë do të çlirojë endorfina të çmuara. Këshilla shëndetësore është të ushqeni si mendjen ashtu edhe trupin tuaj. Alternoni momentet e aktivitetit mendor, si lojra, lexim dhe diskutime tërheqëse, me momente ushtrimesh dhe relaksimi. Me këtë ekuilibër, do ta mbyllni muajin me mendje të kthjellët, energjik dhe me zemër të lehtë. Puna. Nëntori është një muaj pjellor për ide origjinale për ju, ujor. Suksesi profesional për ujorin lulëzon kur mund të shfrytëzoni kreativitetin dhe vizionin tuaj inovativ. Këtë muaj mund të propozoni një ndryshim për mirë në zyrë ose të nisni një projekt të pazakontë që i surprizon të gjithë në një mënyrë pozitive. Kolegët dhe eprorët fillimisht mund të dekurajohen nga idetë tuaja jo konvencionale, por rezultatet do të flasin vetë. Vazhdoni të besoni në intuitën tuaj, por mos harroni gjithashtu të komunikoni planin tuaj në një mënyrë që ata përreth jush mund ta kuptojnë. Ndonjëherë tashmë po mendoni përpara dhe rrezikoni të ecni përpara pa u shpjeguar të tjerëve se si të ndiqni. Apo i përfshini në mënyrë aktive të tjerët në projektet tuaja, apo po nxitoni përpara vetëm. Të punosh si ekip nuk do të thotë të sakrifikosh origjinalitetin tënd, përkundrazi, nëse i merrni të tjerët në anën tuaj, vizionet tuaja do të fitojnë edhe më shumë forcë. Nëse punoni në një ekip, sigurohuni që të dëgjoni idetë të tjerëve dhe të integroni reagimet. Bashkëpunimi mund të çojë në zgjidhje edhe më të zgjuara. Nëse jeni duke kërkuar një punë, aftësitë tuaja teknologjike ose krijuese do të jenë pikat tuaja të forta në intervista dhe rrjedhim. Si një këshill praktike, lini më një kohë për të qëndruar të informuar mbi trendet e reja në industrinë tuaj ose për të mësuar diçka të re në internet. Kjo do ta stimulojë më tej kreativitetin tuaj dhe do t'ju jap mjete konkrete për t'i aplikuar në karrierën tuaj profesionale. Marrëdhëniet shoqërore. Jeta shoqërore e ujorit në nëntor është një mozaik i gjallë takimesh dhe ndarjesh. Për ju, marrëdhëniet shoqërore janë një rrjet miqësish, njohjesh dhe bashkëpunimesh që ushqejnë shpirtin tuaj inovativ. Këtë muaj mund të ndiheni të detyruar të bashkoni ata përreth jush për një qëllim të përbashkët, ndoshta organizoni një grup vullnetarësh, një mbledhje fondesh ose thjesht mblidhni miq të vjetër për të diskutuar ide dhe projekte. Ju keni një dhuratë për t'i bërë të gjithë të ndihen pjesë e diçkaje të veçantë, fal vizionit tuaj të përbashkët. Megjithatë, keni kujdes të mos distancoheni shumë emocionalisht. Ndonjëherë të dashurit tuaj mund t'ju perceptojnë si të largët ose të shpërqendruar, të humbur në mendimet tuaja futuriste. Bëni një përpjekje të vetëdijshme për të qenë të pranishëm në momentin kur jeni me të tjerët. Shikoni personin me të cilin po flisni në sy, largoni telefonin gjatë një bisede, lërini ata që ju duan të dinë se jeni vërtet atje.
Një misi e papritur mund të lulëzoj edhe me dikë që fillimisht e keni gjetur shumë ndryshe nga vetja, do të zbuloni terren të përbashkët në vlerat njerëzore dhe aspiratat për të ardhmen. Këshilla për marrëdhëniet shoqërore është të përdorni vizionin tuaj për të ndërtuar ura, prezantoni njerëz me të njëjtat mendime dhe inkurajoni ata përreth jush të shprehen. Duke krijuar lidhje të sinqerta dhe duke përfshirë të tjerët në botën tuaj, do ta përfundoni muajin me një rrjet shoqëror edhe më të fortë, të gatshëm t'ju mbështesin në ëndrat tuaja. Mbyll muajin me sukses. Këtë nëntor, ujori, ke mësuar rëndësinë e të ndihesh pjesë e diçkaje më të madhe pa humbur veçantinë tënde. Qëllimi yt, gjetja e një ekuilibri midis pavarësisë dhe lidhjes, ka filluar të bëhet realitet. Ke mësuar se mund të jesh një mendimtar i lirë, ndërkohë që ke edhe rrënjë emocionale që të ankorojnë në kohë nevoje. Merr këtë njohuri me vete, idetë më të mira fluturojnë kur ndahen dhe ti, me mendjen tënde të shkëlqyer dhe zemrën e hapur, je i aftë të bashkosh njerëzit në emër të një të ardhmeje më të mirë. Përfundoje muajin duke u ndjerë më i lidhur dhe në të njëjtën kohë besnik ndaj vetes, gati për të kontribuar në botë në mënyrën tënde, i forcuar nga mbështetja e atyre që të duan. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.